Kemi kësure sërish të kalojmë njerë në Prishtinë, kam kolegun Kosov Gjoci. Kosov, tashmë e kemi zyrtare datën 28 dhjetori. Do t'jetë dita e kur qytetarët e Kosovës do i drejtohen kutive të votimit, apo jo, si që kishim parashikuar? Po, thimi tashmë kemi datën, pra është 28 dhjetori, Zonja Osmani në konferencën saj për media doli dhe pak a shumë dha disa arsyetime, edhe pse ajo pranoi që të dyja datat normalisht kanë sfidat e veta, por që sipas saj marr parasysh fillimisht për faktin që kanë qenë 8 parti për datën 28, 5 kanë qenë për datën 21 dhe 3 kanë qenë neutrale, pra cila do datë që të vendoset ka qenë në rregull për to. Dhe pastaj marr parasysh edhe komunikimit që ajo tha se ka pasur me kryetarin e KQZ-s procedurat që janë ende në vazhdim sa i përket zgjedhjeve lokale dhe që duhet merren edhe disa të tjera, pra deri te azgjësimi i materialeve dhe mbyllja gjithçka sa i përket zgjedhjeve lokale. Pastaj fillimi i përgatitjes së zgjedhjeve nacionale ka bërë që Zonja Osmani ta konsideroj datën 28 dhjetor si më optimalen. Gjithmonë pak a shumë nëse kemi kështu në të përgjithshme, Zonja Osmani tha se arsyeja kryesore normalisht kanë qenë fakti që KQZ-s t'i japet më shumë hapësirë, më shumë kohë për të përgatitur, pastaj çështja e votimit të qytetarëve jashtë, 15 ditë që duhet t'u japet atyre për t'u regjistruar, e shumë çka tjetër, po që kryesisht lidhet me çështje organizative, teknike. Nga ana e KQZ-s ka bërë që data 28 pra të caktuohet si datë e zgjedhjeve, po ashtu ajo e tha edhe faktin që është rëndësishme që në atë periudhë edhe diaspora do t'jetë në një numër shumë të madh se herave të tjera në Kosovë, kështu që edhe kjo është një nga arsyet. Normalisht mohoj faktin që këtë po e bën për le të them për t'i bërë favor vetëvendosjes, sepse kjo është le të themi ai perceptimi i përgjithshëm që arsyeja pse vetëvendosja dhe aleatet e saj e kërkuan datën 28 është shkaku i pranisë së madhe të diasporës gjatë kësaj periudhe, por në anën tjetër Zonja Osmani tha se diaspora jo domosdoshmërisht voton vetëm për një parti, kështu që pra pak a shumë këto kanë qenë arsyetimet që dha Osmani për faktin që erdhi deri te vendimi që të marrë vendim që 28 tjetë data e zgjedhjeve, jo data 21, me që data 4 dhe 11 janar që pak a shumë ishin të mundshme në një farë forme, nuk ka mundur të zgjidhen për shkak se 11 vetë se ka dalë jashtë afateve kushtetuese, ndërsa data 4 është problematike për shkak të buxhetit, sepse kalojmë në fazën kur le të themi shteti është në ato 2 muajt e fundit ku mund të shfrytëzoj vetëm 1/12 e buxhetit të përgjithshëm, që i bie pastaj që KQZ-ja të marrë pak më shumë se 1 milion për të organizuar zgjedhjet, ndërkohë që në bazë asaj çfarë janë bërë për llogaritjet për zgjedhjet e nënshkurtit, janë nevojitur dikun rreth 7 apo 8 milion euro për të organizuar zgjedhjet. Dhe kjo normalisht do ta bënte të pamundur dhe për arsye buxhetore, pra dhe arsyet e tjera që përmenda më herët, ajo ka marrë vendim që kosovarët ti drejtohen kutive të votimit me datën 28 dhjetor, që i bie 3 ditë para vitit të ri. Kosovë, ka pasur reagime, apo shende herët, se vetëm pak minuta më parë ka përfunduar se ishte konferencë gjatë, apo nuk ka pasur asnjë reagim? Deri me tani nuk pas ndonjë reagim thimi, por në këtë rast nuk është, domethënë është kohë edhe të ketë reagime. Tani edhe nëse e marrim nga ajo le të themi çështja se sa parti ka qenë për këtë datë dhe për atë datë, normalisht që data 28 fiton në faktin që i kanë qenë 8 parti për këtë datë, 5 për 21, kështu që edhe në këtë aspekt po them përtej asaj që mund mos ju pëlqej disave prej partive, është tashmë një vendim i marrur dhe nuk është se do të luaj rol shumë nëse ka reagime ose jo. Okej, padyshim Kosovë dua ta mbyll për të folur për këtë sport, që kemi 9 muaj që e luajmë Kosovë, kjo puna e zgjedhjeve qeverisë. Kalojmë pak te sporti tjetër, tek futbolli, me Slovaki, nuk e di ke ndjekur apo jo shortin, Slovaki-Kosovë, apo jo? Përballja për play-off, më pas me fituesin e Turqisë dhe Rumanisë. E pate edhe gjatë konferencës, ë?
Po, ishte realisht zonja Osmani që në fillim të konferencës e përmendi faktin që ka përfunduar shorti dhe që tashmë dihet kush është kundërshtari i Kosovës. Okay. Shfrytëzoj rastin të uroj sukses në këtë drejtim. Kështu që po, kemi një kundërshtar jo shumë të, le të themi, jo shumë të vështirë në lojën e parë, por pastaj mbetet e shihet. Ndoshta eventualisht po them ballafaqimi me Turqinën në Rumani nuk do të jetë edhe aq i lehtë besoj. Kosovë Gjoci, të falenderoj shumë për gjithë ata që solli sot, padyshim tashmë vëmendja maksimale do të jetë sërish në Kosovë gjithë këtë muaj deri në datë 28 do të jemi thuajse për ditë për ndjekur atë çfarë ndodh. Të përshëndes.